Kurani fton për pendim të sinqert. Në ajetin 8 të surës At-Tahrim, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju ashlyj gabimet e t'ju shpirë në kopshte në për të cilat rrjedhin lumej, ditën kur Allahu nuk do ta turproj profetin dhe ata që besuan bashkë me të. Drita e tyre do të shkëlqej para tyre dhe në djathtë të tyre. Ata do të thonë: O Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe fal na ne, vërtet ti je i fuqishëm për çdo gjë. Ky ajet i begat i thërret besimtarët që të kthehen tek Allahu me një pendim të sinqert e të pastër. Ajeti thot se nëse njeriu pendohet me zemër të pastër, Allahu ja fal gabimet dhe mëkatet, e pastron shpirtin e tij dhe në botën tjetër e shpërblen me xhennet. Në ditën e gjykimit, Allahu nuk do ta turproj profetin dhe besimtarët që e ndoqën atë. Ata do të kenë dritë që i udhëheq përpara dhe në të djathtë, që simbolizon shpëtimin dhe drejtimin e tyre drejt xhennetit. Nga ky ajet i begat mund të nxjerrim disa mësime të rëndësishme. Së pari, pendimi është gjithmonë i hapur. Allahu u jep mundësi njerëzve të kthehen tek ai pavarësisht gabimeve të tyre. Së dyti, pendimi duhet të jetë i sinqert. Nuk mjafton vetëm me fjalë, por duhet pendim me zemër, ndalim nga mëkati dhe vendim për të mos u kthyer më në atë mëkat. Së treti, Allahu është falës dhe mëshirues. Qëllimi i pendimit është që Allahu të fshijë gabimet, mëkatet dhe të pastrojë jetën e besimtarit. Së katërti, besimi dhe ndjekja e rrugës së profetit çojnë në shpëtim. Besimtarët që qëndrojnë në këtë rrugë do të jenë të nderuar në ditën e gjykimit. Së pesti, drita në ditën e gjykimit simbolizon besimin, veprat e mira dhe udhëzimin që i çojnë besimtarët drejt shpëtimit. Mesazhi i përgjithshëm i këtij ajeti është: kthehu tek Allahu pa vonesë, pendohu sinqerisht për gabimet, forco besimin dhe veprat e mira, shpreso në faljen e Allahut, sepse porta e faljes është gjithmonë e hapur. Ky ajet jep shpresë dhe motivim për çdo besimtar që dëshiron të përmirësojë jetën e tij. Në jetën e sotme, ky ajet ka shumë rëndësi praktike dhe e fton njeriu që çdo ditë të reflektojë. Njeriu duhet të analizojë veprat e tij dhe të kërkojë falje për gabimet, të largohet nga zakonet e këqija. Pendimi kërkon përpjekje reale për të ndryshuar sjelljen. Njeriu të shtojë veprat e mira, si namazi, ndihma të tjerëve, sinqeriteti dhe drejtësia, të jetë shpresues dhe optimist. Edhe nëse njeriu ka bërë gabime, dera e pendimit është gjithmonë e hapur. Ky ajet na mëson se pendimi i sinqert tek Allahu pastron mëkatet, ndriçon jetën e besimtarit dhe e çon atë drejt shpëtimit dhe xhennetit.